Mirë se vini. Sot do të zhytemi në një nga sfidat më të zakonshme që hasim të gjithë, si të menaxhojmë një mosmarrveshje kur jemi plotësisht të bindur që kemi të drejtë. Do të përdorim këshillat e pavdekshme të Dale Carnegie për të zbuluar një formulë që jo vetëm funksionon, por edhe i forcon marrëdhëniet. Besoj se të gjithë e kemi përjetuar këtë, apo jo? Atë momentin frustrues kur një fakt është kaq i qartë për ne, por personi tjetër thjesht nuk e sheh. Është tamam ajo ndjesia universale që të vjen të shkullësh flokët. Dhe këtu qëndron thelbi i problemit. Instinkti ynë i parë është t'i gjykojmë, t'i dënojmë. Carnegie thotë se çdo budalla mund ta bëjë këtë, por të përpiqesh t'i kuptosh, kjo kërkon karakter dhe mençuri. Njerëzit veprojnë bazuar në logjikën e tyre, jo tonën. Dhe ja ku vjen lajmi i mirë, nuk është e thënë të jetë një betejë pafund. Carnegie na ofron një metodë të qartë, praktike, për ta kthyer atë që duket si një konflikt i pashpresë në një mundësi për mirëkuptim dhe bashkëpunim. E gjitha fillon me një ndryshim themelor në perspektivë. Pra, para se të përpiqemi të fitojmë debatin, duhet së pari të bëjmë një përpjekje të sinqertë për të parë botën nga këndvështrimi i tyre. Ky është themeli i gjithçkaje. Kjo nuk do të thotë të biesh dakord me ta, as pak. Do të thotë të kuptosh pse ata mendojnë dhe ndihen ashtu siç bëjnë. Carnegie besonte se nëse interesohemi për shkakun, jemi shumë më pak të prirur të urrejmë pasojën. Le të marrim një shembull direkt nga jeta e vet Carnegiet. Ai ishte shumë i irrituar me disa fëmijë që ndisnin zjarre në një park publik, duke rrezikuar pemët. Dhe le të themi që qasja e tij fillestare ishte një dështim total. Shikojeni pak ndryshimin. Është si nata me ditën. Në fillim, ai u soll si një autoritet i zemëruar, u bërtiste, i kërcënonte me polici dhe shfrynte gjithë inatin e tij. Rezultati? Sigurisht, ata u bindën, por me inat dhe ka shumë mundësi që e ndezën zjarin prap sapo ai u largua. Pastaj, ai ndryshoi taktik. U afrua me kuriozitet, i pyeti se çfarë po gatuanin, madje u tregoi se edhe ai i pëlqente zjarret kur ishte fëmijë. Vetëm atëherë, me qetësi, u shpjegoi rrezikun. Kjo qasje empatike i bëri ata të donin vetë të bashkëpunonin. Pra, ja ku e kemi parimin e parë dhe më të rëndësishmin. Suksesi në marrëdhëniet me njerëzit varet tërësisht nga një kuptim simpatik i pikpamjes së tjetrit. Kaq e thjeshtë. Mirë. Pra, të kuptuarit e këndvështrimit të tyre është hapi i parë. Por si e përdorim këtë kuptim? Hapi tjetër është ta shprehim atë. Ky është mjeti aktiv që e vë në punë parimin e parë. Carnegie sugjeron se ekziston një frazë e tillë, një frazë që mund të çarmatos edhe personin më grindavec dhe ta bëjë atë të dëgjojë me vëmendje. Kjo frazë është geniale, sepse ilustron fuqinë e vërtetimit të menjëhershëm. Dhe çelësi është se kjo është 100% e sinqertë. Mendojeni pak. Po të kishim saktësisht të njëjtat përvoja, temperament dhe informacion si personi tjetër, ne do të ndiheshim njësoj. Nuk po thua që ata kanë të drejtë, por po thua që ndjenjat e tyre janë të vlefshme dhe të kuptueshme. Dhe Carnegie i testoi këtë në një situatë vërtet të vështirë. Kishte bërë një gabim të vogël gjeografik gjatë një transmetimi radiofonik dhe një dëgjuese i dërgoi një letër plot helm. Instinkti i tij i parë t'i kthente përgjigje me të njëjtën monedhë. Por ai u ndal. Në vend që të shkruante një letër tjetër i inadosur, e mori në telefon. Dhe gjëja e parë që bëri ishte të pranonte fajin plotësisht dhe ta falenderonte për letrën. Nuk u justifikua fare. Thjesht kërkoi falje dhe shprehu simpati për krenarinë që ajo kishte për qytetin e saj. Efekti ishte si magji. Muri i saj mbrojtës u shem në çast. Duke pranuar fajin dhe duke treguar simpati, ai ja kaloi asaj radhën për të kërkuar falje. E gjithë armiqësia u shkri menjëherë. Brenda pak minutash, biseda përfundoi me të që e admironte dhe donte ta njihte më mirë. Ai e ktheu një armik në një mik, jo duke debatuar, por duke përdorur fuqinë e pakundërshtueshme të simpatisë. Kjo na sjell te mësimi i dytë kyç. Një dëshirë e thellë njerëzore është të ndihemi të kuptuar. Shumica dërmuese e njerëzve që takojmë janë të etur për simpati. Jepuni atyre dhe ata do t'ju duan. Pra, tani i kemi këto dy parime të fuqishme, të shohim nga këndvështrimi i tyre dhe të tregojmë simpati. Po si kombinojmë në një strategji praktike që mund ta përdorim çdo ditë? Carnegie e përmbledh atë në një proces shumë të thjeshtë përgatitor. Ja formula në veprim. Para se të hyjmë në një bisedë të vështirë, ndiqni këto 3 hapa. Hapi i parë, ndalo. Thjesht ndalo. Merre një moment dhe përpiqu me të vërtetë të kuptosh perspektiven e tyre. Së dyti,
Pyesni veten, cilat janë motivet e tyre, pse duhet ta bëjnë këtë? Dhe së treti, kur të flasim, të fillojmë me simpati, ti pranojmë ide dhe ndjenjat e tyre si të rëndësishme. Kjo do të na kursej kohë, do të shmang krijimin e armiqve dhe do të na japë rezultate shumë më të mira, me shumë më pak fërkime. Dhe ky citat e përmbledh gjithçka në mënyrë perfekte. Suksesin e bindjen e të tjerëve nuk ka të bëjë me argumentin më të mirë, por me përgatitjen më të mirë. Dhe përgatitja më e mirë është të kuptosh thellësisht personin tjetër. Kështu që pyetja përfundimtare është kjo: sa kohë jemi të gatshëm të investojmë në kuptimin e këndvështimit të tjetrit përpara se të prezantojmë tonin?